Kurani dhe tradita profetike janë dy burime të rëndësishme të dijes së fshehtë. Në leksionin e kaluar treguam se njerëzit sot dhe në të shkuarën kanë patur një interesim të madh për lajmet e së ardhmes. Midis të tjerash, theksuam se lajmërimet e Allahut të Madhëruar janë dije e fshehtë. Atë nuk e di askush përveç Allahut të Madhëruar. Allahu i Madhëruar u ka fshehur këtë njerëzve, por u ka hapur atyre dyert të tjera të dijes. U ka fshehur këtë lloj dijeje si mëshirë për ta, me qëllim që jeta të ecë normalisht në rrugë të drejtë. Allahu i Madhëruar një pjesë të robërve të tij u mëson dijen e fshehtë për një urtësi dhe qëllim. Nga urtësia ne mësuam se rruga e vetme që të çon tek lajmet e së ardhmes është kur lajmi referohet të gjithë diturit të dijes së fshehtë dhe ai është Allahu i Madhëruar. Rruga më e rëndësishme për ta marrë lajmin nëpërmjet kësaj mënyre është shpallja. Ne myslimanët kemi dy burime shumë të rëndësishme në lidhje me këtë. Burimi i parë është Kurani fisnik, burimi i dytë janë hadithet dhe transmetimet që kanë ardhur deri tek ne. Sa i përket burimit të parë Kuranit fisnik, ne myslimanët jemi të gjithë në një mendje, çdo gjë që ka në të ka ardhur me të vërtetë nga Allahu i Madhëruar. Për këtë përdoret thënia, padyshim, ai e ka burimin e padiskutueshëm. Do me thënë ka buruar në mënyrë kategorike prej Allahut të lartësuar. Për të nuk ka asnjë dyshim, asnjë iluzion dhe asnjë debat. Çdo gjë që është brenda atyre dy kapakëve është fjala e Allahut. Këtu mbetet një detyrë. Ajetet janë prej Allahut të Madhëruar, por kuptimi ynë i domethënieve të ajeteve dhe argumenteve të tyre duhet të jetë i sigurt dhe i qartë.